Në vigjilje të Pashkës Katolike, Imzot Arjan Dodaj, arqipeshkvi i Arqidioqezës Metropolitane Tiranë-Durrës, përcolli një mesazh urimi për të gjithë besimtarët dhe familjet e tyre. Kleriku i lartë u bëri thirrje besimtarëve që të mos dorëzohen përballë vështirësive të jetës. Tundimi i largimit nga vendi, sidomos i të rive dhe i shumë familjeve, si një eksod që nuk rresht kurrë, ose tundimi i një klapie e heshtur e ndërgjegjes kolektive në vend të një reagimi shoqëror. Vendi ynë nuk duhet të presë që e drejta apo e ardhmja do të na vijë nga jashtë. Sot është thelbësore të mos dorëzohemi përballë së keqes, por të mbjellim shpresë konkrete. Shqipëria ka nevojë për burra dhe gra të ndershëm, që e duan këtë tokë dhe popullin e saj jo me fjalë, por me jetë të jetuara këtu. Dodaj u ndal edhe tek fenomeni i korrupsionit, që sipas tij duhet luftuar si nga shoqëria, ashtu edhe nga institucionet përkatëse. Akoma më shumë është për ata që mbajnë përgjegjësi politike, ekonomike dhe shoqërore, që të shohin me largpamësi dhe përgjegjësi të ardhmen e vendit, pasi ata janë të parët që nga ky vend kanë pasur shumë nga të mirat me të cilat gëzohen apo krenohen. Ndërkohë, besimtarët katolik në disa rrethe ju drejtuan kishave në orët e mëngjesit me shportat e ushqimeve në duar për të marrë bekimin. Në Shkodër, arqipeshkvi Giovanni Peragine bëri thirrje për paqe, shpresë dhe reflektim në jetën e përditshme. Jetojmë një kohë kur bota duket gjithnjë e përqarë nga konflikte, tensione dhe dhuna që rrezikojnë të na çojnë drejt një pikë pakthim brenda kësaj jete konkrete, të përbërë nga drita dhe dobësi, tingëllon fuqishëm thirrjen e Pashkës. Paqja me ju. Festës i ka paraprir e premtja e madhe përmes ritualit tradicional të udhës së kryqit. Pashkët janë një nga ngjarjet më të rëndësishme të besimit të krishterë. Ajo shënon ringjalljen e Jezu Krishtit 3 ditë pas kryqëzimit të tij.